Trumpi për menimin tim është njeri konkret. Dhe konkret e quaj për faktin se Trumpi arriti që në mënyrë direkte, jo me diplomaci, por në mënyrë të direkte, pra pa njekur procedurat diplomatike, që janë procedura burokratike, arriti të kishte kontakte me presidentin e Koreas Veriut që Amerika tentonte 15 vjet që tulej me të. Dhe atë bëri një shkurtim ushtarak e cila në anën ekonomike i shërbeu shumë Amerikës. Edhe këtu Trumpi do jetë konkret, sepse është fakti që Trumpi arriti me godit Qasem Soleimanin, i cili ka qenë në njerëzit më të fortë dhe krahu i djathtë i Ali Khameneit. Ata e provuan që Trumpi është konkret kur goditi këtë njeri i cili arriti që të bënte shumë dame si Amerikës ashtu dhe Izraelit. Fakti që ekonomia në Iran nuk është në nivelet e duhura, pra ata kanë edhe krizë, edhe presidenti Peshkani këto kohë ka pas edhe krizë qeveritare. Fakti që ata dhe vetmin aleat që kishin në linjen e mesme që ishte Asadi edhe Ajra janë të dobët për momentin. Duke qenë se ata janë të dobët, duke parë faktin që Trumpi i ka godit njeriun e tyre më të fort, ata nuk gjinen në një pozit shumë të fort që t'i dërojnë presionit të Trumpit. Unë mendoj që Trumpi do arri që t'ullet me Iranin, edhe Irani, me sa lexova unë nga disa burime, po shef mundësin që duke mos i besu Trumpit të përfshin si ndërmjetës Moskën. Por Trumpi po luan në disa diapazone dhe Trumpi në 3 muaj ka dhënë aq shumë goditje dhe aq shumë ndryshime botës, sa unë mendoj se është ideologjike dhe po fillon një frymë e re, e rendit të ri botror, konservatorizmi, që konservatorizmi besohet dhe se besohet, pra është diçka konkrete në arritjet konkrete të marrëveshjeve. Drejt, unë thjesht gjithmonë përpiqem të ngushtoj rrezën. Konservatorizëm nuk më duket ky. Një pyetje, cili ishte reagimi i Trumpit kur Irani goditi bazat ushtarake amerikane në Irak pas vrasjes së Qasem Soleimanit? Zero. Po që a vran, a plagos në njeri, asi njeri su plagos. Po sepse u njoftuan më përpara, bazat, po shiko, çrënd si ka plagosës e vrasja. Kur unë të godas bazën, pra të godas fuqinë ushtarake, prezencës tënde në këtë rajon, dhe të tregoj që gjitha bazat ushtarake në këtë rajon janë të kapshme nga ana ime, dhe kjo tregon që fuqia jote në këtë është zero. E dyta, për çështjen e Asadit. Asadi nuk përbënte fuqi në aleancën me Iranin, ishte aleat Iranit në përdorim të Iranit, për nevojat e Iranit, për çështje të zgjullave, po jo se përbënte fuqia Asadit, se kishte asnjë fuqi. Nuk e ka më dhe e dyta. Po si duhet në këtë moment? Ata kur goditën forcat e Trumpit për herë të dytë dhe forcat amerikane nuk shkaktuan as i dam. Dhe Trumpi ishte fitimtari. Dëme materiale, por zotri i vrau njeriun kryesor. Ali Khamenei ka pas si njeri kryesor Qasem Soleimanin. Dhe shife kush ishte Qasem Soleimani. Në varrimin e tij morën pjesë 10 milion njerëz. Pra Trumpi ishte fitimtar. Dhe pse i la Trumpi me prish disa varrimet në Iran është shtet religjoz. Në shtetet religjoze varrimet marrin 10 e 15 e 20 milion banor mund marrin pjesë. Pra nuk ka të bëjë me organizimin e varrimeve të tyre. Por në fuqinë si njeri e dini mirë për shka qenë. Fuqi, ai po, ishte një nga personat kryesor të aksit rezistencës.